Me që edhe ministri që nga në telefon dhe pas ka shumë të rëndësishme telefonatën. Zoti minister, kryeministri deklaroi dje në median më të njohur ndërkombëtare, CNN, që jemi në një luftë hibride. Shqipëria është në sulm nga armiq që i njohim shumë mirë. Ministri drejton antiterrorin në Shqipëri. Dil jep llogarinë të vend se kush po e sulmon Shqipërinë. Zoti minister, në 1990 kur rinia e Shqipërisë mbushi rrugët e Tiranës, e ka mbush Tiranën me parulla Enver Hitler. Nuk guxoi Ramiz Alia ti cilësoj shqiptarët nazist. Dhe këtë e bëri Edi Rama, zoti minister. Dhe dje, policia juaj, në mënyrë të palajmëruar, bllokoi bulevardin. Pse e bllokoi bulevardin? Pse i sulmoi protestuesit me ujë dhe me piper? Dhe nuk e mbajti dot atë gardh. Nuk e mbajti dot. Zoti minister, hoqi licencat e disa kompanive në Zvërnec, preket policinën e Vlorës, po në rjoll nuk e pat dhunën e policisë private ju? Nuk e pat se si policia ka marrë zvarr nëna me fëmijë dhe grashtat zana, edhe kundër vendimeve të gjykatave? Prandaj, zoti minister, lejeni këto dopjo standarde, nëse ke guxim, jep dorëheqjen për provokimin që u bëre dje rinisë shqiptare, që s'ka pas guxim ta bëj as diktatori i fundit. I quajtë nazist, i keni quajtë grek, serb, për turpin tuaj dhe kjo do të jetë fundi juaj. Jep dorëheqjen aty.